shumica e komisionerëve që kanë qenë me 28 dhjetor që janë në hetime, të njëjtit shumica do thotë kanë qenë edhe me 12 tetor. Vendosët që në këtë pikë, 3 muaj pas të merrni këtë iniciativë. Pavarësisht çfarë ka thënë KQZ-ja tash. Unë po du me të adhonë edhe një fakt shtesë. Në Komisionin Komunal Zgjedhor, kryesues është Shaban Rexha, është gjallë, janë anëtarë tjerë, unë para zgjedhje kam pas takim, edhe mu kanë thonë takim, që fletë votimet kanë mu skanu. Jemi gjallë, dolëm kur dë, edhe ata e pranojnë që ky ka qenë konstatimi që kanë mu skanu, edhe koja ka qenë një farë relaks që kanë me u bo edhe digital. Tash pse ma vonë? Fakti që baza ishte të 28 dhjetori, si që dini me 13 janar, këti viti KQZ-ja mori vendim për rinomrim të disa komunave. Një po ka qenë indikative se në Ferizaj, KQZ-ja mori vendim më rinomru këtër Ferizaj. Do thot 152 vendvotimi i ka Ferizaj, KQZ-ja mori vendim më rinomru të gjitha. Dhe në ndërkohë, duke u bazun në faktin që këto dy zgjedhje kanë qenë afër njëra tjetrës, do thotë 12 tetori edhe 28 dhjetor që jamoj kanë qenë afër njëra tjetrës, edhe sidomos duke u bazun në faktin që është lehtë i verifikueshëm që shumica e komisionerëve që kanë qenë me 28 dhjetor që janë në hetime, të njëjtit shumica do thotë kanë qenë edhe me 12 tetor. Ta shtrohet pyetja shumë e thjeshtë se unë e kom përdorë edhe në aspektin juridik termi modus operandi i përsëritur, në kuptimin që ka një mënyrë të veprimit përsëritur që është dëshmu nga rinumrimi i 28 dhjetor dhe që është bo material për hetime nga prokuroria. Masi është një metodë e tillë përsëritur, një metodë e tillë manipulimit të votave. Nga komisioneri, nga filan komisioneri me 28 dhjetor, është vërtetu që i ka manipulu me vota. Kush garanton që i njëjti komisioner, që ka qenë edhe me 12 tetor, nuk ka manipulu. I njëjti, pra kjo është baza. Po, kjo është baza. Plus në zgjedhje parlamentare, ta keni parasysh, 10 ose 100 vota munden mos me qupesh ndonjëherë. Në zgjedhje lokale, një vot, qoftë edhe për një vot, një kandidat mbetet jashtë kuvendit.